Kryetari i Partisë Social-Demokrate Tom Doshi hodhi akuzë ndaj kryetarit të Bashkisë Shkodër Benet Beci se po bën presione. Doshi tha se Beci nën siklën e Partisë Socialiste po bën punët e Partisë Demokratike si kryebashkiak. 2025 Benet Beci bën presion njerëzve që janë me nimë sociale, po zë votut përsen do t'ja u hekin nimën sociale. Një infiltrum i Sali Berisha pa erdhi me mision me shkatru përsen sepse në Bashkinë e Shkodrës nuk kena asnjë drejtor socialist. Kanë ardhur tanë prej të BD që kanë luftu që Benet Beci mos marrë aty. I bëj thirrje socialistëve. Votojmë Partinë Social-Demokrate sepse mas zgjedhjeve Beneti do shkojnë në burg. Beneti është në sikël të PS-s, po bën punë të PD-s. Votën për PSD-n është neri më i madh që i bëjmë Benetit. Doshi kërkoi që të gjithë në qarkun e Shkodrës të votojnë Partinë Social-Demokrate si e vetmja forcë politike që i përfaqëson denjësisht. Këta kanë hallin që ne marrim 3, se për 2 kanë pranu vetë. Kam besim të gjithë njerëz që punojnë në administratë, gjithë ato që janë me nimë sociale, të gjithë ato që kanë probleme shëndetësore, do të votojnë Partinë Social-Demokrate. Pse do ta votojnë? Unë kam 20 vjet që kam qenë edhe në kryet PS-s për Shkodrën, po karakterin tim të fortë nuk mund ta adorojnë të servilat e PS-s. Të 4 që janë listë me unë nuk kanë lidhje me Partinë Socialiste të Shkodrës. Dhe për këtë unë ju bëj thirrje socialistëve të votojnë Partinë Social-Demokrate, të votojnë Tom Doshin sepse unë jam deputet. Këtë takim elektoral, kreu i Social-Demokratëve Tom Doshi e zhvilloi në lagjen Marklula, duke marrë mbështetjen e banorëve atje për zgjedhjet e 11 majit.